Ky është një takim jashtërave I grupit me kërkesë të kryetares Komisionit Ligjeve, gjë që e kemi pranuar për faktin se të gjithë jemi në një farë mënyre befasuar që kryetaria e Komisionit Ligjeve figuron në atë akt akuzën thuajse 400 faqe për kryetarin e bashkisë dhe bashkëshorten e tij, ndërkohë që kryetaria e Komisionit Ligjeve e ka marrë vesh përfshirjen e saj në këtë akt akuzë një person I dyshuar nga televizori. As nuk është thirrur, as nuk është pyetur, as nuk është dëgjuar versioni I saj. Tani, përpara sa t'ja kaloj fjalën kryetares së Komisionit Ligjeve, duhet ta bëj shumë të qartë që qëndrimi ynë lidhur me mbështetjen pa rezerva të çdo procesi të drejtësisë, të institucionit të drejtësisë, të cilat kanë detyrën të bëjnë luftë pa kompromis kundër korrupsionit, mbetet një qëndrim I pandryshuar. Ajo që ndryshon është që ne kemi detyrën të kontribuojmë jo thjesht me mbështetjen e padiskutueshme institucionale dhe politike ndaj institucioneve të reja drejtësisë, por edhe me opinionet tona në mënyrë që pavarësia e pa negociueshme e prokurorëve dhe gjykatësve të jetë sa më e lidhur me profesionalizmin dhe me garantimin e standardeve demokratike të çdo procesi. Në të kundërt, ne bijem në një situatë që ngjan më shumë të shkuarën se me të ardhmen. Sepse diktaturë apo republikë hetuesish Shqipëria ka pasur në të shkuarën. Kjo është një republikë parlamentare, ku në bazë kushtetutës pushtetet janë të pavarura, pra nuk është vetëm drejtësia e pavarur nga legislativi dhe nga ekzekutivi, por është edhe legislativi dhe ekzekutivi të pavarur nga pushteti I drejtësisë. Janë 3 pushtete që operojnë në kornizën e tyre kushtetuese. Në të shkuarën kështu veprohej në letër, por kishte një ombrell që ishte diktatura e proletariatit, e cila funksiononte përmes diktaturës së etuesve. Sot kjo është në letër, kjo duhet të jetë në realitet. Dhe këtu kemi një problem. Dhe këtu duhet marrim një përgjegjësi për faktin se sot në debatin publik ka vetëm 2 palë. Njëra që duhet roket dhe brohoret sa herë që shfaqet
në thonjza giotina, si pas asaj pale, të gjithë janë për burg, të gjithë janë për litar, të gjithë janë për të vrarë, dhe tjetra është pala që sulmon në mënyrë banditeske organet e reja të drejtësisë dhe që shënjestron me libër shpije prokurorët dhe gjykatësit që bëjnë punën e tyre duke filluar nga drejtuesi i SPAK-ut, i cili ka të gjithë mbështetjen dhe solidaritetin tonë për sa i përket të gjithë baltës që ka marrë dhe merr familjarisht. Por mungon një pozicion konstruktiv, mungon një palë konstruktive që duhet jetë edhe garante e pavarësisë së gjyqësorit, por duhet jetë njëkohësisht edhe garante e lirive, të drejtave, standardeve demokratike. Sepse, si thash, përndryshe bijem në kurthin e të kaluarës. Dhe për mua është e pa konceptueshme që kryetaria e Komisionit Ligjeve të Kuvendit të Shqipërisë, pa hyrë fare në meritën e çështjes, pa diskutuar fare se a ka, as ka të drejtë akuza që e përfshin në atë roman thuajse 400 faqe, e merr vesh nga televizori. Dhe e merr vesh duke dëgjuar gazetarët special, se ne kemi prokurori speciale, kemi gjykatë speciale, kemi edhe disa gazetarë speciale, të cilët disponojnë sekrete hetimore, të cilët disponojnë ushqim që ju vjen nga stacioni i trenit për t'u hedhur në pazarin e madh të Gjëzgjallë dhe për t'u bluar pastaj nëpër ato udhkryqjet e rrugaçërisë nokturne ekran me ekran. Kjo është e papranueshme. As dje, as sot dhe as nesër, dhe kur unë do t'jem në krye të kësaj force politike të paktën, kjo forcë politike nuk do marrë përsipër të jap pafajësi për askënd që hetohet nga drejtësia. Por ama, ndryshe nga deri dje, sot e tutje, kjo forcë politike nuk do të hesht përballë shkeljeve flagrante të standardeve dhe brutalitetit të kujdo qoftë që ushtrimin e forcës së konsoliduar tani më të pavarësisë, sepse vetëm një idiot apo një maskara mund të thonë që pas këtaj ne kontrollojmë drejtësinë. Jo, ne kemi marrë zyrtarisht certifikatën që duart tona janë larg fare drejtësisë. Ama ne nuk jemi këtu hunj gardi që thjesht dhe vetëm të përcjellim lajme, t'japim mbështetje pafund dhe të mos themi asgjë kur bijem në gjurmë me ose pa dashje të episodeve si ky.
minimalisht kryetaria e Komisionit Ligjeve duhet thirrur e duhet pyetur. Ku jemi këtu? Në cilën republikë jemi këtu? Që dikush thot çfarë të doj për dikë dhe mjafton që ky i përfoluri të nxirret me emër e me mbiemër në ato udhkryqjet e natës si personi dyshuar, pa u pyetur minimalisht. Po nuk është vetëm kjo. Ka shumë gjëra që nuk shkojnë, që janë një arsye për një reflektim të përgjithshëm dhe të përbashkët të gjithëve, sepse gjithçka është ndërtuar me mund dhe fal përkushtimit, fal vullnetit, fal punës së prokurorëve dhe gjykatësve. Nuk mund të shëmbet, po përkundrazi duhet të mbrohet dhe duhet forcohet duke vënë në pa të gjitha vrimat dhe të gjitha çedimet e murit të ri të drejtësisë. Adrian Velia mund dalë në televizor sa të doj, mund mbjelli pemë sa të doj, po një ditë në një nga ato pemë do të varet. Do të varet si shembull që në këtë parti grupet armiqësore të vazhdojnë të marrin goditjen e dur. Nuk diskutohet.